Territori i Kosovës për datën 27 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e freskët, ndërsa pasditja sjell temperatura të buta dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 1 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj -1 deri në 13 gradë Celsius, Pej 3 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 13 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 11 gradë Celsius, Perizaj 1 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 13 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 13 gradë Celsius,